Po dhe normal, është rregull, apo doktorisht me sa kohë nëse është IgG-ja negative, kur duhet me përsërit prapë? Po, atëherë mirë është më e mira, do të thënë nëse ka mundësi edhe 2 herë brenda shtatzanisë, do ishte idealja që të përcillet unë do e lidhja të toksoplazma. Kam pas vitin e kaluar, jo para 2 viteve një rast, kur në anamnezë e sipër vjen një grua shtatzën që ishte në fillimet e shtatzanisë, 7 javësh ose 8, nëse nuk gaboj, edhe fëmiu në anamnezë e sipër, fëmiu ishte me gërvishtje të macës, kishte edhe një fëmijë 6-7 vjeç, një vajzë, edhe testohen, testi i parë që mu më shkojnë mendje me njerë ishte torçi toksoplazma. Gruaja ishte shtatzën, edhe me njerë kam informu ginekologun, e kam kontaktu ginekologun, sepse më tregoj vetë pacientja, edhe është ndërprej shtatzania. Tashi të lidhim pse duhet, do me thonë, miret vendimi, sepse toksoplazma si parazit, toksoplazma gondii, veprimi ose efekti i saj është direkt në sistemin nervor të fetusit. Dhe kemi, do me thënë, gjithë ato prapambetjet pastaj në zhvillim mental tek fetusi, që nuk ka zhvillim, mund të vinë nga toksoplazma gondii. Dhe prandaj vendoset, kur është pozitiv një nan, një gru shtatzane, ndërpritet shtatzania. Tani ka protokolle të ndryshme, por prapë se prapë është miku ginekolog që vendos bashkë me... Amo jo të gjithmonë të toksoplazma, nuk ndërprej sepse kemi terapi?